Shiko, është gjë e mirë të kesh informacion, nuk është gjë e mirë të vetë diagnostikohesh. Kjo është tjetër. Sepse mua më ndodh që më vinë raste që thonë unë kam ADHD, unë kam depresion, unë kam ankth, ndërkohë që s'kan asnjë nga këto. Prandaj them nuk është mirë të vetë diagnostikohesh. Shikoj një video në rrjetet sociale që rendit nëse ke këto 7 pika, ke këtë çrregullim. Nëse ti fle gjumë në këtë lloj forme, ke këtë çrregullim. Janë disa gjëra që i ofrojnë rrjetet sociale. Është mirë të dish, por nuk ndoshta keq informimi që po ndodh është informohesh në disa raste. Kështu që patjetër që duhet t'i drejtohesh një specialisti, një personi i cili është i fushës. Për të kuptuar e kanë vërtet këtë gjë që mendoj se e kanë, apo se kanë, sepse mua më ka ndodhur që se kanë. Okej, edhe ndonjëherë edhe kur prindrit kam pas një rast tani më vjen ndërmend. Një fëmijë i cili ka qenë në klasa e 6-7, nuk di të them fiks, se po bën disa vite, i cili thoshte që kam ADHD, dhe prindja mbështeste. Mua nuk më rezultonte të kishte ADHD. E kam pyetur se si kanë ndarë në këtë konkluzion dhe po se fëmia kish parë video dikë që thoshte po të kesh këto simptoma ke ADHD. Dhe kam thënë kjo nuk pranohet. A keni ndonjë formë tjetër të diagnozës që me cilën po më vini? Dhe kam kërkuar normalisht vizitë me një doktor, mjek psikiatër, për të më thënë që nëse ose mjek specialist, një psikolog, psikiatër infantil, po, dikë që është specifik në diagnozën që vë. Edhe nuk më erdhi asnjëherë ajo diagnozë, sepse nuk ishte. Pra ti nuk mund t'i mbushësh mendjen vetes dhe të tjerët që ke një diagnozë të caktuar. Pa ta dhënë dikush i cili është specialist në atë fushë, i cili është i mirë në atë që bën. Kështu që nuk jam personi kompetent për të vendosur diagnozën. Në momentin që prindri ka arritur në pikën që patjetër duhet ta çojë te psikologu, ka bërë vizitën fizike, shëndetësore, çdo gjë okay, si mund t'ia transmetoj prindri një fëmijë që do shkosh te psikologu, sepse dëgjojmë shumë ose është ajo pjesa që okay, do shkojmë tek doktoresh ose do shkojmë tek ajo teta, do shkojmë tek ajo mësuesja, domethënë do shkojmë tek ajo vajza ose mund të thonë emri dhe pa përshkrimin konkret se ku fëmia do shkojë dhe se çfarë do bëj. Ndoshta kjo është ajo pjesa që prindri duhet t'i ofrojë një panoramë, domethënë një sqarim, domethënë për prindrit të cilët e shikojnë dhe po na ndjekin këtë pjesën. Si duhet ta përgatis prindri fëmijën? Se do shkoj te psikologu. Po. Ndërkohë që ti po më bëje pyetjen, mua më erdhi në mend një frazë që një fëmijë kishte vendosur për të shkuar te psikologu dhe ai kishte thënë mamas vet që unë dua të shkoj te një nga ato vajzat ku ti mund t'i tregosh çdo gjë për jetën tënde. Kjo është ndoshta. Edhe më duket interesante. Më duket interesante. Pra, ideja që ti mund të shkosh, ti thosh çdo gjë dhe ajo vajza nuk do t'tregoj askujt tjetër. Këtij fëmijë kishte bërë shumë përshtypje. Ideja është këtu që në rast se ne diskutojmë me prindin se si ti japi këtë informacionin fëmijës. Dhe patjetër duhet jeti sinqert. Nuk duhet ta gënjej. Nuk duhet i thoj as që po shkojmë tek mjeku, as që po shkojmë tek një zysh, duhet jeti sinqert. Këtu fillon puna me këmbë të mbar. Ne po shkojmë tek psikologu, i cili ka për detyrë 1, 2, 3 gjëra ndër të cilët janë të flasim me ty, të dëgjoj, të kuptoj, çfarë ti do diskutosh me të do ngelen aty, do të ndihmoj për problematikat që ti ke, dhe të gjithë gjërat që mund të ketë në informacionin e vet një prind. Psikoedukimin në pjesën tjetër e bëjmë ne në seancat e para për të krijuar marrëdhënie me fëmijën. Okej? Por duhet jemi transparent për t'i thënë fëmijës edhe pikat në të cilët ne e thyejmë këtë konfidencialitet, sepse pastaj thotë që ti më tratove dhe fëmia prishet pjesa e marrëdhënies dhe dështon puna. Kështu që ne i bëjmë dije që në momentin që ne shikojmë një rast ku fëmia mund t'i bëjë keq vetes, të tjerëve mund të jetë duke abuzuar me lëndë narkotike, gjëra të tilla, ne ja bëjmë parantezë që në këto momente ne e thyejmë konfidencialitetin. Përtej këtyre asnjë gjë nuk themi, është vetëm e drejta e fëmijës dhe adoleshentit apo e kujdo që shkon në një seancë këshillimi psikoterapie, që në moment të tillë është e drejta jote që ti mund thuash kujt duash çdo lloj gjë që u diskutua këtu, por unë nuk e kam këtë të drejtë. Dhe duke i dhënë besimin fëmijës, arrim të fillojmë dhe të punojmë.
testohet dhe nga fëmijët patjetër që testohet. Nuk pres ndodh, por unë nuk e pres që një fëmijë të vijë në seancën e parë që ne e marrim në këshillim të vi dhe të tregoj çdo gjë që është shqetëson. Nuk ndodh. Zakonisht duan 2-3 seanca sa një fëmijë të fillojë dhe të krijojë një marrëdhënie me ty për të qenë transparent në gjërat që shqetësojnë. E qartë, në momentin që ju po flisin për pjesën e etikës dhe pjesën gjithë gjën, domethënë çfarë ndodh në seancat e para, domethënë të terapisë. Kur themi në termi fëmijë, cila është mosha konkretisht, ato kufijt e moshës që një fëmijë mund të arrijë të kuptojë të tilla gjëra, domethënë pjesa e konfidencialitetit, pjesa e etikës, domethënë të gjitha këto. Nga cila moshë mund të fillojë kjo pjesa, domethënë. Shiko, ne përshtasim gjuhën. Përshtasim gjuhën në bazë të personit që kemi përballë. Sepse nuk mund t'i themi një fëmijë klase parë që unë nuk do mbaj konfidencialitetin e seancës, nuk na kupton. Normalisht. Por mund t'i themi që ç'a diskutojmë ne të dy këtu është sekret. Unë nuk e them. Ti mund ta thuash, por unë jo. Pra, përshtasim gjuhën. Na kuptojnë patjetër. Patjetër që na kuptojnë. Të paktën që nga klase parë më mbrapa. Kopshti vjen pak më ndryshe. Nuk arrin ta kuptojnë që ti aty për të folur, e kërkojnë ndihmën në një formë tjetër. E kërkojnë me terapi, arti, loje, me këshillim të shkurtër në kohë. Vin më të vegjël, ka nevojë për diçka më ndryshe. Ndërkohë, nga klasa e parë mbrapa, mendoj që e marrin mirë që nga klasa e parë duke qenë se janë në shkollë, mund të gjesh gjuhën e përshtatshme dhe arrin të kuptojnë. Patjetër me një adoleshent duhet të jesh tamam sigur po flet me një të rritur. Sepse praktikisht është një i rritur, ka hyrë në stadin e një personi të rritur. E qartë, dhe patjetër është e pjesa e besimit dhe sidomos në pjesën e adoleshencës është ajo vështirësia për të besuar dikë dhe mbi të gjitha psikologun, kështu që ai është aty për të hapur gjithë pjesën e tij emocionale që dikush ta kuptoj, sepse është ajo pjesa që vjen pjesa e të menduar që askush nuk më kupton, të gjithë janë kundër meje, kjo pjesa domethënë dhe ndikojnë të gjitha njëra pas tjetrës dhe të çojmë në atë momentin që ndodh pastaj gjithë gjëja tjetër, pastaj që duhet patjetër ndihmë profesionale nga ana e psikologu, terapistit, kushdo qoftë, domethënë kjo pjesa. E drejtë. Shikon, ne duke qenë se e di me ça përballet një fëmijë në adoleshencë, priremi të kemi dhe më shumë kujdes në këto pikat që janë mosbesimi, mua nuk më kuptojnë, i kam gjithë kundërt, një person që tani nuk e di më si kërkon të tjerë të cilën me ta trajtojnë si të rritur apo ta trajtojnë si fëmijë, sepse ka herë që duan ta trajtojnë veten si të rritur dhe ka herë që duan mos kenë përgjegjësi si një fëmijë. Kështu që duke pasur parasysh çështjet, le të themi që një adoleshent vuan, ne aty fillojmë edhe krijojmë marrëdhëniet tona. E qartë. Po pjesa e komunikimit, si ndikon pjesa e ankthit social tek fëmijët dhe adoleshentët në të dyja këto periudha? Komunikimi me kë? Me të gjithë, komunikimi i fëmijës. Shiko, është i pakët në raport me pjesën sociale. Është, për mendimin tim, është një gjë shumë pozitive kur arrin t'i shprehën prindërve. Apo kujdo që kanë besimin, por që ne të mund të marrim informacionin, është ideja që të mund ta ndihmojmë. Për shembull, ka raste që fëmijët arrin të shprehen prindërve për shqetësimet që kanë, duke i pyet, duke i thënë çfarë shqetëson, çfarë ndjejnë, mosbesimet, frikrat. Dhe në momentin që fëmia ja transmeton prindit, ne kemi në dorë me çfarë mund punojmë. Në momentet që kemi të bëjmë pastaj me fëmijë të cilët i kanë të bllokuara gjitha mënyrat se si arrin ta komunikojnë, këtu do duhet ta zbulojmë në forma të tjera. Komunikimi vjen i cunguar kur kemi të bëjmë me ankth social. Të paktën me pjesën sociale, vjen i cunguar se ne, ose më saktë nxënësit, fëmijët, personat, këtu është problematika që kanë frikën e ndërveprimit social, se mos gjykohen, paragjykohen, mos të tjerët mund t'i ofendojnë, tallin, qeshin. E qartë. Cilat janë faktorët ose kush janë më të prirur që të kenë më të shtuar këtë pjesën e ankthit social, që të preken më shumë nga ankthi social? Nuk di të them fiks se kush janë më të prirur, po mund të them fëmijët të cilat mund të kenë tendenca më shumti duke filluar nga mënyra se si edukohen nga prindrit. Pra, një fëmijë i cili krahasohet vazhdimisht, i cili krahasohet vazhdimisht nga prindrit e vet,
sepse dhe prindërit shqiptarë bëjnë shumë këtë, dhe është për mendimin tim është shumë gabim. Se fëmia e komshiut është shumë më mirë se ty. Se shoku jo ta kaloi. Dhe ti kështu i dëmton vetbesimin. Dhe ai do ndihet sikur nuk është i mirë mjaftueshëm. Dhe brendësimi i kësaj ndjesie e bën fëmijën që të kalojë në ankth social. Imazhin për veten pastaj në Eksakt, mungesa e vetbesimit, pra vetbesimi te fëmia ushqehet mënyra se si ti bën arritje, pra përgëzojnë arritjet e vogla që mos kemi një mungesë vetbesimi. Nuk mund të thuash një fëmijë që mori 10 në provimin e matematikës, ti thuash po ecmo se mori gjithë klasa 10. Apo edhe kur gjithë klasa mund mos ketë marrë 10, po mirë sikur ç'a bëre. Pra, të minimizuarit të arritjeve të fëmijës çon në mungesë vetbesimi. Mungesa e vetbesimit fillon në stepje, gjë që mund të agravojë deri në ankth social. Kështu që ka shumë mënyra se si një fëmijë mund të shkojë deri në çrregullimin emocional të ankthit. E qartë. Po momenti që prindri pastaj duhet të kërkojë ndihmë, ato të cilat kanë ardhur në zyrën tuaj, kur është ajo pika më kyçe që prindri duhet të kërkojë ndihmë dhe vjen të kërkojë ndihmë? Shiko, unë shpresoj dhe gjithmonë flas që nuk është çështja që ne të kërkojmë ndihmë në momentin kur le të themi situata është bërë problematike. Sepse këtu do kemi më shumë punë, fëmia xhaka vuajtur për një kohë të caktuar. Problematika fillon ose më saktë duhet të ketë vëmendjen e prindit që në momentet kur fëmia fillon të shfaq simptoma të caktuara. Ka nevojë për vëmendje, ka nevojë për shpjegim, ka nevojë për praninë e prindit, ka nevojë për rritjen e vetbesimit që prindi duhet i bëjë fëmijës vet. Kështu që duhet të filloj shumë më herët nga çfarë ndodh realisht në ditët e sotme. Nga praktika ime profesionale, prindit nuk është se kërkojnë shumë herët ndihmë për fëmijën e tyre. Është ajo pjesa kur nuk kanë çfarë të bëjnë, nuk dinë se ku të drejtohen, dhe normalisht është momenti i fundit. Eksakt, kur nuk dinë më si ta menaxhojnë situatën, atëherë vinë. Po atëherë nuk po them se është shumë vonë, por më vjen keq sepse atëherë fëmia ka vuajtur ca. Dhe pse ta lëm të vuaj kur mund t'i japim dhe t'i ofrojmë ndihmë shumë më herët se kaq. Pa zhvilluar gjithë gjëja. Po. Problematika qëndron këtu se më fal, prindrit e justifikojnë, prindrit nuk e pranojnë, prindrit e kanë të vështirë për ta emërtuar, ndonjëherë prindrit kanë turp ta pranojnë, kështu që ka arsye shumë të ndryshme pse është shtyn të kërkuarit ndihmë. Është në kurriz të fëmijës dhe për këtë më vjen keq. Sepse mund t'i ofrojmë ndihmën shumë herët. E qartë. Por nëse prindri për shembull mund të ketë vënë re tek fëmia që ai ka rënje në pjesën akademike dhe normalisht është i tërhequr. Për shembull, vjen prindri thotë që pavarësisht të rënjes nga ana akademike, ai ka filluar dhe mos të frekuentojë më pjesën e organizimeve të ditëlindjeve që mund të ftojnë shokët ose edhe mund të dali. Por kjo që ka ndodhur para për shembull 6-7 muajsh dhe do vi pas 7 muajsh tek ju, domethënë kur fëmia ka shfaqur simptoma që edhe lart përmendëm, pjesa e dhimbje barku, koka ankohet, nuk do iki sot në shkollë, pjesa që nuk më pëlqen të shkoj. Kjo është pastaj pjesa që prindri vjen dhe kërkon ndihmë. Shiko, 6-7 muaj është shumë për mendimin tim. E para sepse është goxha vuajtje për fëmijën të ketë ankth. Ankth social të zgjatur në kohë. E dyta sepse çrregullimet emocionale dhe mendore degradojnë. E treta sepse janë prindrit të parë të cilët duhet të ofrojnë ndihmë tek fëmia. Okej, kështu që patjetër ne do fillojmë të analizojmë pak arsyet pse po ndodhin këto. Dhe prindri është i pari i cili lidhet me fëmijën, se ndoshta mund mos jetë ankth social fare. Mund të jetë abuzim, mund të jetë ngacmim, mund të jetë bullizëm, varet çfarë mund të ketë përjetuar fëmia që ka këto simptoma. Sepse ndonjëherë ngatrohen këto diagnoza diferenciale komorbide dhe bëhet një lëmsh i madh që ti mund mendosh që ke këtë, ndërkohë që s'është fare ajo. Prandaj, duke qenë se prindi është ai që njeh më shumë fëmijën e tij, është fiks personi që duhet të kuptojë se cili është burimi i këtyre sjelljeve. Okej? Pastaj të vi të kërkojë ndihmë. Të presësh 6-7 muaj kur ti ke vënë re simptomat e para,
Para 7 muajsh, për mendimin tim është sa si shumë. Sepse nuk është pak për një fëmijë të vuajë ankthin dhe të mos e verbalizoj dot kur është më i vogël. Se ndoshta një më i rritur, një adoleshente mund të ketë një shoqë të ngushtë që ja shpreh. Por një që është akoma më i vogël e ka shumë më të vështirë dhe nuk gjen dot as mekanizmat si mund ta përballoj. Se një i rritur e gjen, shkon në sport, bën boks, një djalë, një vajzë shkon bën një kërcim, bëjnë aktivitete të cilat mund të ulin deri diku këto simptomat e ankthit. Ndërkohë një fëmijë më i vogël e kanë pak më të vështirë për ta menaxhuar. Pra nuk kanë as mekanizmat e duhur. Qartë. Po pjesa që fëmijët për shembull sa i ndihmon se kohët e fundit janë shtuar pjesa e organizimeve që mund të bëjnë shkollat ose kopshtet, aktivitete, pavarësisht atyre jashtë shkollore, normalisht janë kurset e tjera private, ose edhe pjesa e rolit psikologu që është trajtimi i temave të ndryshme, ose pjesa në marrje pjesa në orë të hapura ose në për ambiente të ndryshme, sa ndikojnë këto dhe sa ndihmojnë këto fëmijët në ditët e sotme? Shiko, i ndihmojnë për të socializuar, i ndihmojnë për të mësuar, për të bashkëvepruar, për të qenë më të hapur ndaj shoqërisë, ndaj pranimit të ndryshimeve, pra që ka njerëz ndryshe nga ti, mendojnë ndryshe nga ti, i ndihmojnë në këtë lloj aspekti. Varet çfarë eventi. Sepse, shiko, kur prindrit në ditët e sotme bëjnë ditëlindje fëmijësh, prindrit në vetvete krahasohen me prindin tjetër se kush ja bën më bukur ditëlindjen e fëmijës. Dhe fëmia e nuhat këtë gjë. Dhe kur shkon te ditëlindja e shokut, vjen dhe thotë që ai e kishte më të bukur, kishte tort më të madh, kishte dekor më të madh, dhe fillon e vuan këtë gjë. Pra, sepse nga prindrit edukohen me shpirt konkurrence. Unë jam dakord që fëmia të ketë shpirtin e konkurrencës, por me veten. Pra ti duhet të jesh versioni më i mirë i vetes, jo me të tjerët. Kjo është nga gjithë eksperienca që po thoni, besoja raste konkrete të cilat ju keni parë çdo ditë, normalisht mund ta shikoni çdo ditë dhe e shprehni dhe po, bëhet event në shkollë, një situatë sociale e caktuar, një event i caktuar që e kemi tematik në shkollë, dhe fëmijët duhet vishen me një kod veshje të caktuar. Gjysma e fëmijëve vinë dhe ikin duke qarë, se shoku ishte veshur më bukur se ta. Dhe për cilën mosh bëjmë fjalë? Për klasat e para, të dyta, të treta, sepse duke filluar në hyrjet e adoleshencës, nuk kanë më interes për këto evente sociale kaq shumë. Të paktën jo për këto gjëra që janë për fëmijët më të vegjël. Kanë interes për evente sociale të tjera, por jo për këto. Kështu që në këtë grup mosh, 1, 2, 3, 4, në këto klasa, fëmijët e përjetojnë dhe konkurencën me shokët e ushqejnë prindrit. Dhe kjo nuk është një gjë që unë jam fort fanse e situatave. Qartë. Në momentin që prindri mund të kërkojë ndihmë, fëmia ka arritur të marrë këshillimin nga pjesa e psikologut të shkollës, fëmia është shqetësuar, ka vazhduar aktiviteti, rutina normale, çfarë duhet të ketë kujdes prindi pas trajtimit të fëmijës dhe rikthimit, domethënë, të rutinës së përditshme? Janë këto elementet e vogla, të duar trokasja arritjet e vogla, të rrisi vetbesimin, të ketë besim tek fëmia duke ja bërë të ditur. Konkretisht si mund ta bëj të rrisë vetbesimin një prind fëmijës? Për shembull, një fëmijë ka të vështirë të bëjë detyrat e matematikës. Një prind ulet bashkë me të, sigurisht duke i dhënë ndonjë ndihmë të vogël, është okay, por në fund të sigurohet i thoj, e shikon, e bëre, bravo. Pra, ta duar trokasin arritjet vogla. Ti thot që unë kam besim që ti e bën këtë gjën, por edhe nëse se bën s'ka problem, se do ta bëjmë prap, derisa të jarrish t'ja dalësh. Pra janë këto gjërat e vogla që janë ndërtuese. Nëse këto mungojnë fare, kemi pastaj të bëjmë me një vetbesim të cunguar që fëmia mund t'ja ndërtoj vetes, por është e cunguar. Puna e prindit është e pazvendësueshme. Okej, ne mund t'i ndihmojmë pafund, po puna e prindit është e pazvendësueshme në jetën e një fëmie. Normalisht është ajo pjesa e puzzle-it bazë, forma ku edhe fëmia merr formë. Eksakt. Kështu që pas pune me një psikolog dhe punimit me ankthin social që një fëmijë mund të ketë, patjetër që puna e prindrit është konsistente dhe vazhdueshme. Sepse jo vetëm për këtë rast, po prindërimi është një punë në tërësi.
prind ti bëhesh... Është profesion me vete. Është profesion me vete. E kupton, prind ti bëhesh shumë thjesht, po të prindërosh është shumë e vështirë, duke qenë se as nuk ka një recetë fikse. Kështu që prindërimi kërkon punë. Të edukosh një fëmijë, të rrisësh një fëmijë, kërkon punë. Dhe për kushtim patjetër. Po në pjesën e shkollave, për prindin është pjesa e mbështetjes emocionale dhe pjesa e përforcimit e të gjitha kjo. Po në shkollë, çfarë duhet të arrijë të organizohen ndoshta ndryshe ose të bëhet diçka ndryshe që fëmijët mos të pavarësisht se si prindër ose çfarë stili është prindërimi, çfarë backgroundi profesional ose intelektual mund të ketë fëmia, prindrit, familja ose çfarë kulture janë, çfarë do lloji. Çfarë duhet të ndryshohet ose çfarë mund të bëhet ndryshe në institucionet arsimore që mos të kemi ndoshta këto nivele? Shiko, mendoj që në momentet kur shohim që kemi të bëjmë me fëmijë të cilët kanë ankth social, është bashkëpunimi midis mësuesit dhe psikologut. Në momentin që ne vërtetojmë që ky fëmijë ka këtë lloj çrregullimi emocional, le të themi konsultohemi me mësuesin se si mund të reagojë karshi fëmijës për të pasur një qasje ndryshe. Nëse dikush motivohet duke i ulur një notë, sepse ky është lloji motivi që ai kërkon të arrijë më shumë, zmbrapsja bën që të ecë më parë, një fëmijë që ka ankth social nuk motivohet në këtë formë. Motivohet duke rritur 2 nota, një notë më shumë se sa ç'meriton, për t'i dhënë sinjalin vetes që e di, e arri, mundem. Okej, pra, është kjo që mësuesët në procesin e tyre arsimor bëjnë dhe lëndë si psikologjia zhvillimit, pikërisht për këtë arsye që të arrijnë të kuptojnë diferencat mes nxënësve, në mënyrë që të kenë një qasje individuale karshi nevojave të gjithë secilit. E qartë, ajo që ju sapo thatë normalisht janë pjesë të kurikulës të fakulteteve, të cilat ato normalisht kanë mbaruar, po pjesa e trajnimeve të mësuesve, pjesa e informimit për pjesën e metodologjive të ndryshme, mësimdhënëse ose të përforcimit, të bashkëpunimit, të gjitha këto zhvillohen. Ne bëjmë këtë, po. Të paktën në institucionin ku unë punoj, në varësi të nevojave që mund të hasim mësuesin në një klasë saktuar, bëjmë trajnime me mësuesit, për mësuesit në lidhje me problematikat e mundshme emocionale që mund të hasin me fëmijët, se si mund të punojnë me ta, se si mund të qasen këtyre nevojave. Pra, trajnimet nuk mungojnë, si brenda shkolle, si jashtë shkolle. Është gjëja më e mirë e mundshme, sepse vetëm në këtë lloj forme mësuesi arrin të ngelet i updateuar me mënyrat se si, me mënyrat se si mund të punojë me fëmijë me nevoja të ndryshme. E qartë. Si mund të jetë një mënyrë ndërhyrje sa më e hershme në të tilla raste, jo vetëm në pjesën e ankthit social, po edhe në problematika të tjera? Cila mund të jetë ajo që një identifikim më i hershëm tek fëmijët? Si nga ana e prindërve dhe nga ana e mësuesve? Mësuesi arrin ta dallojë lehtë, sepse nëse një fëmijë për 2 vite shkollore apo për 3 muaj që mund të ketë qenë shkollë klasat e para. Klasat e para janë në proces përshtatje, kështu që vjen pak më e vështirë për t'i njohur. Po kur ti njeh fëmijët nga klasa e parë, në klasën e dytë me radhë, një mësues e arrin ta dallojë lehtë sepse fëmia ndryshon sjellje. Dhe arrin të kuptojë që ka diçka që nuk shkon, që fëmia ka ndryshuar sjellje. Hallka e parë, gjëja më e parë, unë e thash që është pikërisht të flasim me prindin. Na njofton dhe ne asistojmë, shohim se si ndodh një sjellje për ta analizuar, për ta kuptuar dhe në mënyrën apo në momentin më të mirë të mundshëm, nëse prindi është dakord që psikologu të ndërhyj, ne fillojmë punën që në ato momente. Patjetër me mbështetjen e prindit për të na mbajtur të informuar për ndryshimet e mundshme që mund të ndodhin pas shkollës, sepse këto janë shumë domethënëse. Fëmia mund të manifestojë sjelljen në shkollë të cilat nuk kanë lidhje fare me shkollën, por mund të kenë lidhje shumë me mënyrën se si organizohet pasditja, ndodh në familje, pra të ndodhive jashtë shkolle. Dhe ne këtu kemi nevojë për bashkëpunimin me prindin. Gjithmonë, të kuptojmë rutinën e fëmijës, çfarë bën ky fëmijë mbas shkolle, që ne të dimë se pse vjen dhe qëndron me kokën mbi tavolinë. A flet gjumë, kur flet gjumë, ç'a aktivitetesh ka, pse vjen dhe flet gjumë në klasë, fjala bie. Pra, që të arrim të shpjegojmë një sjellje në shkollë,
kemi nevojë për bashkëpunimin me prindin për të na thënë se çfarë po ndodh mbas shkollës. Se në shkollë e kemi para syve. Ose një fëmijë që vjen pa detyra. Pa detyra, vazhdimisht. Pse po refuzon t'i bëj, apo nuk ka pas kohë, se pastaj del që një javë rresht ka qenë ngarkuar, apo kanë pas festë, apo kanë pas dasëm. E kupton? Ideja është që ne kemi nevojë për bashkëpunimin me prindin për të arritur të shpjeguar sjelljen e fëmijës, që pastaj të dimë ç'a ndihmë dhe si do ja ofrojmë këtë ndihmë. Në qartë, por në momentin që nuk është pjesë e bashkëpunimit nga ana e familjes, nuk kemi një pranim. Çfarë ndodh në të tilla raste? Ose ka ndodhur? Ka ndodhur dhe ndodh që ne kemi prindër dhe familje jo bashkëpunuese. Dhe fatkeqësisht ndodh që çfarë punojmë ne aty në shkollë të rrezohet komplet poshtë jashtë shkolle. Dhe në të tilla raste ne thjesht përpiqemi për më të mirën tonë. Thjesht të bëhet pjesa e profesionale ana juaj. Ne përpiqemi për më të mirën tonë. Sepse nuk e kemi dot në dorë më mbrapa. Ndërsa një prind i cili thotë, "Më mëso dhe mua, çfarë të bëj me fëmijën tim?" është një prind i cili është i gatshëm të ndryshojë ca gjëra tek vetja për të ndihmuar fëmijën e vet. Dhe kjo është rast super, por që nuk ndodh. Domethënë nuk ndodh gjithmonë, patjetër që më ka ndodhur. Po më ka ndodhur dhe familjarë që nuk kërkojnë ose nuk pranojnë fare bashkëpunim, që nuk pranojnë që fëmia të vijë tek një psikolog, sepse shohin në forma të ndryshme, e emërtojnë në forma të ndryshme ndihmën e një psikologu, për cilët nuk kam qejf që ti përmend epitetet që vendosen, por në të tilla raste ne si të thuash punojmë nëpërmjet mësuesit. Pra, ndihmojmë mësuesin ose si të veprojmë në mënyrë indirekte, që të arrijë tek nxënësi. E drejtë. Po pjesa që edhe e përmendëm pak, pjesa e traumave, pjesa për shembull divorcet, humbjet, të tilla raste, nëse vi në zyrën e psikologut të shkollës, si është pastaj vijshmëria e rasteve të tilla? Shiko, ka raste nga më të ndryshmet. Ka raste të humbjeve të prindërve që janë ato që përjetojnë shumë keq. Ka raste të traumave, të aksidenteve, do me thënë, traumat me cilën mund të vinë fëmijët janë nga më të ndryshmet. Dhe fatkeqësisht, ne jo gjithmonë i marrim vesh nga prindrit. Fatmirësisht, kur i marrim vesh nga prindrit, ndoshta nuk janë fëmijët gati për t'i diskutuar. Ne sigurisht jemi aty dhe asistojmë për të punuar me fëmijët për të ulur intensitetin e ndjesive rreth situatës, të filluar të punuarit me funksionimin në ditën e fëmijës, sepse fillon dhe bie edhe funksionaliteti i ditës. Kur kemi të bëjmë me simptoma shumë të aktivizuara, kur kemi të bëjmë me një funksionalitet të dobët të ditës, sigurisht që prindrit e këshillojmë që ta ndjeki dhe diku tjetër jashtë shkolle, sepse puna në shkollë gjithsesi ngel më e kufizuar se sa ndihma që mund të marrësh jashtë. Ti mund ta ndihmosh në shkollë, por fëmia prap do ketë idenë që jam në shkollë, që më shohin brenda kornizave të shkollës. Po, më shohin shokët, po se psikologët ndonjëherë i referojnë si zysh. Se zysha këtu është e shkollës, edhe prap do më shohi kur unë ty të dal, do di çdo gjë për mua, pra ndodh që edhe të rezervohen ndonjëherë. Dhe në të tilla raste kur ne shohim që fëmia ka nevojë për më shumë se sa ne mund t'i japim në ambientet e shkollës, patjetër që i themi prindrit për ta çuar diku tjetër jashtë, ta referoj diku në një. Normalisht është e pjesa e refuzimit dhe etiketimit, siç e përmendëm edhe më parë, kështu që normalisht është e pjesa edhe mbetet vetëm në atë kornizën e shkollës, domethënë dhe duhet patjetër ndoshta ndihmë profesionale nga jashtë. Një mesazh të fundit për prindrit, për adoleshentët të cilët kuptojnë dhe dëgjojnë atë çfarë u fol sot. Ndoshta për të rritur atë pjesën e besimit te psikologu, se psikologu është me vërtet shumë i besueshëm dhe duhet patjetër, domethënë është pjesa konfidenciale. Ndoshta kaq nëse arrihet të kuptohet në korniza si nga ana e prindërve dhe nga ana e adoleshentëve të rritur kushdo qoftë, është ajo pjesa që me vërtet çdo gjë është konfidenciale, po flasim për ata që janë profesionistë. Eksakt. Shiko, për pjesën e konfidencialitetit, patjetër që duhet ta kemë parasysh si prindrit, si adoleshentët. Prindrit duhet të kenë diçka tjetër parasysh, që sa më herët ta ndihmojnë fëmijën e tyre, aq më mirë është për ta dhe aq më lehtësuese është për fëmijët.
Dhe prindërit duhet ta kuptojnë që nuk është turp të kërkosh ndihmë te një psikolog. Të kërkosh ndihmë për fëmijën tënde te një psikolog nuk do të thotë që të ka dështuar prindërimin. Do të thotë që këtu fëmia ka nevojë për pak ndihmë që është përtej teje. Okej? Pra prindërit duhet të kuptojnë që nuk është dështimi i tyre të kërkuarit ndihmë tek një person i jashtëm, një person i cili është vetëdijësimi i prindrit. Kjo është ndoshta arritje për prindrit dhe jo dështim. Dhe nuk është turp, sepse dhe prindrit e përjetojnë si një form turpi. Pastaj, nëse arrin të kuptojnë këtë, jemi shumë të hapur për të punuar. Dhe patjetër që është konfidenciale puna dhe e fëmijës me prindin. Pra, prindi duhet kuptojë që informacioni nuk del përtej. Adoleshentët pastaj është pikërisht me konfidencialitetin, është njerëzore të kesh problematika emocionale, të kesh ngërçe emocionale, ngërçe mendore, dhe është akoma më shumë njerëzore të kërkosh ndihmë. Të kërkosh ndihmë nuk të bën të dobët, përkundrazi e bëjnë vetëm njerëzit e fortë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Ndoshta adoleshentët duhet ta shikojnë psikologun si atë passwordin në Instagramit që është vetëm i tyre personal. Mund të ketë raste kur thyhet, por është ajo pjesa vetëm në raste kur me vërtet rrezikojnë ata ose mund të jetë diçka shumë që prish interesin e tyre më të lartë. Kështu që besoj siguria është në maksimum, kështu që besim te psikologu. Patjetër. Faleminderit që ishit në këtë episod. Faleminderit shumë ju për ftesën, ishte shumë kënaqësi, shijova shumë të gjithë. Faleminderit. Mirupafshim dhe shihemi në episodin e radhës.